Miratimi i planit vendor të integritetit 2026-2028 ka mbledhur në një takim jashtëradhe këshilltarët bashkiak të Korçës. Ky dokument është i mbështetur në 3 shtylla kryesore, ndërsa synon të forcojë integritetin institucional, të parandalojë korrupsionin si dhe të rrisë transparencën, llogaridhënien dhe cilësinë e shërbimeve në Bashkinë e Korçës. Një plan i cili do t'i hap rrugë më tej edhe projekteve që Bashkia Korçë do aplikojë me fondet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Kemi bërë një konsultim publik në lidhje me këtë material të paraqitur nga ekzekutivi. Ky dokument synon që të forcojë integritetin institucional, të parandalojë korrupsionin dhe të rrisë transparencën dhe llogaridhënien si dhe cilësinë e shërbimeve publike që ofron Bashkia e Korçës. Dhe plani fokusohet në 3 objektiva kryesore që janë forcimi i kuadrit të brendshëm rregullator përmes rishikimit dhe përditësimit të kodit të etikës, hartimin e procedurave standarde të veprimit dhe mekanizmave që rrisin etikën dhe integritetin. Së dyti është përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, duke rritur trajnimet, profesionalizmin dhe ndërgjegjësimin e stafit për pjesën e etikës, konfliktit të interesit dhe mekanizmat e sinjalizimit. Dhe së tretin ka të bëjë me rritjen e transparencës dhe të llogaridhënies përmes publikimit të informacionit, përmirësimit të konsultimit publik, monitorimit të performancës, forcimit të integritetit në fusha si menaxhimi financiar, administrimi i pronave dhe shërbimeve publike. Plani vendor i integritetit është miratuar me shumicën e votave të këshilltarëve bashkiak të Korçës.